Mirë, atëherë, zonja e zotrin, ju kërkojmë dijes për vonesën, jemi në pritje të familjes Rugova dhe shumë shpejt do të fillojmë me ceremoninë e akademisë. Faleminderit.
E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, të nderuar anëtar të familjes Rugova, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar mysafir, zonja dhe zotrinj. Jemi mbledhur sot këtu për të shënuar 20 vjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit historik të Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, personalitetit që me vizion, urtësi dhe përkushtim të palëkundur e udhëhoqi Kosovën në rrugën e lirisë, në rrugën e paqes dhe të pavarësisë. Në shenjë respekti dhe nderimi për presidentin Rugova, juftoj që fillimisht të ngriheni në këmbë, ndërsa Kori Muza do të interpretoj himnin e Republikës së Kosovës dhe pastaj juftoj të qëndroni në këmbë për interpretimin e propozuar nga presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova, këngës Kur ka ra kushtrimi në Kosovë. Faleminderit. Në vazhdim, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë të ftoj për një fjalë rasti Presidentën e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani.
Shumë e dashura zonja Fan, të nderuar anëtar të familjes Rugova, i nderuar president Sejdiu, të nderuar ministra, deputet, kryetar partive politike, kryetare Akademisë së Shkencave, kryetari Komunës së Prishtinës dhe shumë të dashur ju përfaqësues të gjitha institucioneve dhe bashkëpunëtor të presidentit ton historik, të nderuar të pranishëm dhe natyrisht shkëlqësi ambasador të vendeve mike. Sot 20 vjet pas ndarjes së nga jeta të presidentit ton historik, Dr. Ibrahim Rugova, jemi bashk për të kujtuar dhe nderuar figurën e tij dhe për ta shënuar momentin kur ideja e lirisë u bë edhe kulturë politike, kur rezistenca u bë etik dhe kur politika u ngrit në nivel të misionit historik. Sot nuk përkujtojmë vetëm një datë, por një epokë që e ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë sonë. Askush nuk e mishëroi më thellë e më mirë shprehjen unë biri yt Kosovë, sesa presidenti Ibrahim Rugova. Ai ishte biri i saj në bindje, në përkushtim dhe në sakrificë, i lidhur me tokën e tij, me popullin dhe me vlerat e saj, duke ja kushtuar gjithë jetën dhe siç thot zonja Fan, çdo qelizë të tij, ndërtimit dhe mbrojtjes së shtetit të lirë, të pavarur e demokratik të Kosovës. I butë në sjellje, por i palëkundur në qëndrim, Rugova i dha Kosovës gjithçka. E Kosova ja ktheu me dashurinë dhe lavdinë e përhershme. Trinomi i presidentit Rugova, liri, pavarësi, demokraci, është manifest politik dhe njëkohësisht koncept i thellë filozofik e human. Për Rugovën, liria nuk ishte thjesht mungesë e kufizimeve, por po ashtu aftësia e popullit për të vendosur për fatin e vet, e orientimin e vet. Pavarësia nuk ishte thjesht një akt juridik, por po ashtu realizim i një të drejte historike. Ndërkaq demokracia nuk ishte thjesht një instrument pushteti, por mekanizëm dialogu e i realizimit të drejtave e lirive themelore për të gjithë, pa dallim. Ky vizion e bëri Rugovën jo vetëm udhëheqës politik, por edhe mendimtar e arkitekt të shtetit tonë. Në betejën për liri, për dinjitet dhe shtet, Rugova e zgjodhi paqen, jo si dobësi, por si formën më të lartë të guximit politik. Për Rugovën, liria e mendimit ishte themeli mbi të cilin ndërtohej edhe liria fizike. Që në vitet e 80-ta Rugova ngriti pyetjen që do të shndrohej në ideologji politike. Si mund ta përjetoj lirin intelektuali shqiptar, kur i imponohet mohimi i vetvetes, i historisë dhe i realitetit shoqëror? Kjo ishte piknisja e një mendimi politik që do ta udhëhiqte Kosovën drejt lirisë. E kjo nuk ishte një pyetje retorike, ishte mendimi i lirë dhe themeli i kauzës sonë kombëtare. Kjo nga se për Rugovën liria nuk ishte dhuratë, por përgjegjësi dhe detyrim ndaj brezave që vinë pas nesh. Kësaj ai e ngriti politikën edhe në nivel filozofie, duke e bërë atë me mençuri, e duke e bërë paqen me guxim dhe lirinë me përgjegjësi. Liria dhe demokracia ishin udhërrëfyes gjatë gjithë jetës së tij, ndaj edhe pluralizmi për Rugovën nuk ishte kompromis, por garancë e vet lirisë sonë. Në një kohë kur politika zhveshej nga dimensioni human, Rugova ja dha asaj pikrisht këtë. Ja dha politikës dimensionin moral dhe dimensionin human të saj. E shndroi politikën në shërbim, duke e afruar me vlerat më universale njerëzore, atë të dinjitetit, të respektit dhe të humanizmit. E nderuar familje Rugova, të nderuar të pranishëm. Presidenti Rugova nuk ishte vetëm udhëhec i yni, por edhe figurë e njohur dhe jashtëzakonisht e respektuar
e politikës ndërkombëtare dhe e tillë mbetet edhe sot. Zë i fuqishëm në tryezat më të rëndësishme vendimarrëse të botës demokratike. Strategu i paqes e i lirisë përdori fuqinë e mendjes dhe këmbguljen për ta ndërtuar shtetin. Ai nuk kishte nevojë për retorikë të zhurmshme, pak fjalë mjaftonin për të përcjellur mesazhe të mëdha. Që në fillesat e angazhimit të tij politik, presidenti Rugova e kuptoi se liria e Kosovës nuk ishte vetëm çështje e brendshme, por një kauzë që duhej spjeguar, mbrojtur dhe fituar në qendrat vendimarrëse të botës demokratike. Prandaj orientimi i tij pro-perëndimor nuk ishte taktik e momentit, por bindje e thellë politike dhe morale. Në dhjetor të vitit 94 në Washington DC, para ekspertëve të politikës së jashtme dhe mediave ndërkombëtare, presidenti Rugova fliste qartë për nevojën e rolit udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjedhjen e çështjes së Kosovës. Ai e shihte Kosovën si një shtet të vogël, por me zë të rëndësishëm, shtet të hapur, demokratik dhe faktor stabiliteti me një vizion që e vendoste qartë vendin ton në familjen perëndimore të kombeve të lira. Ky besim ishte vizionar, sepse siç do të thoshte edhe vet Rugova disa vite më vonë, fal popullit të Kosovës që luftoi për çlirim, NATO-s, Bashkësisë Ndërkombëtare dhe veçanërisht Shteteve të Bashkuara, ato kërkesa të hershme u shndruan në realitet dhe Kosova u bë e lirë. Edhe në fazat e mëvonshme të konsolidimit institucional, presidenti Rugova mbeti i njëjtë në orientim. Në fjalën e tij në Kuvendin e Kosovës me rastin e zgjedhjes së tij president, ai e artikuloi qartë dhe fuqishëm të ardhmen e vendit ton. Kosova, shtet i lirë, demokratik, i pavarur, e integruar në Bashkimin Evropian, në strukturat euroatlantike dhe në marrëdhënie speciale miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shprehje e vullnetit politik të qytetarëve të saj. Kjo vijë e drejtë politike, ky orientim i qartë, është thelbi i rugovizmit si politikë shtetformuese. Rugova nuk e kërkoi perëndimin thjesht si streh, por mbi të gjitha si vlerë. Nuk e pa Amerikën e Evropën si aleat rasti, por si partner strategjik e të përhershëm në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes, demokracisë, lirisë dhe pavarësisë. 20 vjet pas ndarjes së tij nga jeta, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova mbetet jo vetëm arkitekt i pavarësisë, por edhe udhërrëfyes i orientimit euroatlantik të Kosovës. Ai e bëri këtë orientim të pakthyeshëm, duke shndruar në identitetin ton shtetëror. Kosova pati fatin historik të udhëhiqej nga një personalitet i tillë, i matur, largpamës dhe vizionar. Emri i tij u bë sinonim i durimit, i qëndrueshmërisë dhe i besimit se liria fitohet me sakrificë dhe po ashtu me mençuri, me konsistencë, me vizion dhe me aleancat e duhura. Presidenti Rugova është dhe mbetet shembull i burrshtetasit që e shndroi paqen në akt guximi, idenë në shtet dhe fjalën në histori. Ai nuk i përket vetëm kohës në të cilën jetoi, por historisë që vazhdon të ecë edhe sot me hapin e tij. Barrën e një populli të mohuar e barti mbi vete dhe e shndroi në vizione e shpresë, duke ndërtuar shtetin me besim të fortë në vlerat më sublime. Presidenti Rugova, si thoshte Atë Plumi, ishte më i dijuni e më i urti i të gjithëve. Ai ishte president, punoi si president, e përmbylli jetën si president dhe do të mbetet përjetësisht presidenti ynë historik. Sepse ndarja e tij nga jeta nuk e ndërpreu asesi veprën e tij, por në fakt e vulosi atë përjetësisht. Sepse presidenti Rugova ishte udhëhec politik dhe arkitekt i një fryme shtetërore, i një fryme që bashkoi njerëzit dhe i dha Kosovës fytyrën më dinjitoze para gjithë botës demokratike. Me fjalën e matur, me tolerancën njerëzore dhe me këmbguljen e tij, ai e ngriti politikën në nivel shërbimi dhe shtetin në nivel ideali.
Historia e Kosovës nuk e përmbledh emrin e tij në një kapitull të vetëm, nga se ai mbetet përjetësisht si ide dhe si busull e jona orientuese në rrugtimin ton euro-atlantik dhe në mbrojtjen e shtetit ton të lirë, sovran, të pavarur e demokratik. Lavdi presidentit ton historik, Dr. Ibrahim Rugova, Zoti e bekoft Kosovën, popullin e saj dhe alatët tanë. Ju faleminderit. Faleminderit, Presidente. Në vazhdim, ftojmë bashkëpunëtorin e presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova dhe ish presidentin e Kosovës, Zotrin Fatmir Sejdiu, për një fjalë rasti. Ekscelenca ju, Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani, e nderuara familje Rugova, të nderuar të pranishëm përfaqësues të institucioneve të shtetit në nivel qendror dhe në nivel lokal, të institucioneve kulturore dhe të gjithë të kultit, ambasador të dashur dhe të nderuar që jeni prezent në këtë ditë tepër të rëndësishme për ne në kujtesën e përgjithshme që jemi bashkë. Sot bën 20 vjet nga vdekja e presidentit Ibrahim Rugova. Lideri ton politik e shtetënor, intelektual dhe human, arkitektet dhe ndërtuesit shtetit pavarur dhe sovran të Kosovës, të njohur sot mbi 20 shtete dhe tashmë edhe anëtare e shumë organizata dhe institucioneve ndërkombëtare. Presidenti Dr. Ibrahim Rugova, që kur u zot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, kishte moto: liri, pavarësi, demokraci. Kosova shteti pavarur dhe sovran. Kosova në Bashkimin Evropian dhe në NATO, paraprakisht me një administrim civil dhe ushtarak ndërkombëtar, shqiptarët e bashkuar në Evropën e bashkuar. Të dashur pjesëmarrës, projekti dhe platforma politike e Dr. Ibrahim Rugovës ishte unike në Kosovë dhe më gjerë, pasi bazohen kuptimin e dinamikës së ndryshimeve në arkitekturën ndërkombëtare në periudhën e rënies së murit të Berlinit, të përfundimit të luftës së ftoftë, triumfit të demokracisë por dhe të procesit shkatërrimit të Jugosllavisë dhe të luftrave të Serbisë për të pastruar popull jo serb nga vendet e tyre. Rasti i Kosovës nuk u zgjodh në thojza, në skenën ndërkombëtare dhe vetëm nga komuniteti ndërkombëtar, por ai fitoi rëndësi përmes veprimeve të brendshme mende pjesësisë dhe pragmatizmit në mënyrë graduale për një dekadë bazuar në rezistencën aktive paqësore të përhershme të shqiptarëve kundër okupimit serb. Platforma për liri dhe pavarësi u përqendruar në vizionin e të kuptuarit të drejtë të dinamikave globale dhe për të integruar ato në hapat, situatat dhe proceset në Kosovë. Rrjedhimisht, platforma e presidentit Rugova, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga viti 89 dhe pastaj presidenti i Republikës Kosovës bazohen veprime proaktive dhe jo reaktive dhe në funksionalizimin kreativ të vlerave qytetare dhe nacionale. Kjo e bazuar në një kuptim dhe harmonizim të thellë të potencialit dhe idesë të shqiptarëve brenda dhe jashtë Kosovës dhe të rrjedhave dhe proceseve aktuale ndërkombëtare. Ndër shtyllat kryesore të vizionit të tij për shtetëformim ishte krijimi i bashkëpunimit ndërkombëtar me personalitete dhe institucione dhe qeveri. Ai vuri në krye të politikës ndërkombëtare të Kosovës miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën, miqësitë të përhershme me Shtetet e Bashkuara siç e përsëriste zakonisht, urtia dhe vërteta që thoshte ku do krijojë mirëbesim e respekt, i hapi Kosovës portat për të dëgjuar dhe rritur zëri i saj mbres lans për liri, pavarësi dhe demokraci. Lideri historik i kësaj lëvizje dhe i shqiptarëve të Kosovës,
Doktori Ibrahim Rugova ishte një intelektual kritik, tolerant dhe paqësor, që idetë nacionale për liri arriti të mbilte jo vetëm në popullin e Kosovës, por të shtrinte edhe në opinionin dhe institucionet ndërkombëtare. Prandaj filozofia e tij paqësore u pranua dhe gëzon aq shumë respekt në të katër anët e globit. Urtia e tij ishte frymëzuese. Me platformë të fuqishme politike me moton liri, pavarësi, demokraci, shqiptarët sakrifikuan shumë, por dhe bën një organizim të jashtëzakonshëm përmes solidaritetit kombëtar, brenda dhe jashtë vendit, dhanë shembullin se kur ka një mobilizim të madh etik, kombëtar dhe politik, një proces sado që të jetë i vështirë dhe në rrethana terrori shtetëror mund të japë rezultate të mëdha, të krijojë një shtet që do të pranohet gjithësisht nga bashkia ndërkombëtare. Pjesëmarrës të nderuar. Vendimet juridike kushtetuese të ndërtimit të shtetit prirë nga presidenti Rugova ishin të kujdesshme, por të vendosura. Po përmend se Kuvendi i Republikës Kosovës në vitet 90-ta përgatiti projekt Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me 7 shtator të 90-tës në Kaçanik shpalli Kushtetutën e Republikës Kosovës. Sipas këtij akti, Republika e Kosovës është shtet qytetarëve të barabartë. Në shtator të vitit 90 miratoi rezolutën për Kosovën shtet të pavarur dhe sovran dhe bazuar në këtë rezolut mori vendimin që të mbahet referendumi për pavarësi. Referendumi u mbajt me 26 dhe 30 shtator të 91-shit. Të drejtë vote kishin 1.051.357 qytetar, votuan 914.802 veta, apo 87% e tërë zgjedhësve. Si një shtys afirmuese konstitucionit shtetëror, që mbajtja zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare të Kosovës, pasoi krijimi i qeverisë Republikës Kosovës, i qeverive komunale, i sistemeve të pavarura arsimore e edukative, i politikave sociale, shëndetësore, diplomatike dhe të sigurisë, pastaj kulturore, financiare, informative, mediale, sportive e të tjera. U krijua sistemi i madh politiko-shtetëror mbështetur në punën dhe vullnetin e qytetarëve që frymëzoi respektin për lëvizjen për pavarësi edhe shtet në gjithë botën demokratike kishte vazhdimisht dhunë. Presidenti Rugova kishte filozofinë: Kosova na duhet me njerëz, duhet t'i ruajmë njerëzit. Kudo njeh se ai fliste si burr shtetas, që thoshte atë që duhej dëgjuar me kujdes. Ky respekt dhe vlerësim për sakrificën e madhe u pa në përkrajën bërdimet që i kishte dhënë presidenti Rugova dhe Kosova nga personalitetet dhe institucionet ndërkombëtare. Gjithë kjo u finalizua në fushatën e bombardimeve dhe të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s mars qershor 1999. Filozofia e shtetit Kosovës kishte vizion dhe qartësi. Rugova i dha përmbajtjen e plot publike. Ajo ishte e vërteta historike dhe aktuale. Kosova dhe shqiptarët gjeografikisht dhe kulturalisht i takojnë Evropës dhe botës perëndimore. Motoja e presidenti Rugova mbetet shtylla themelore politika ndërkombëtare të Kosovës. Një Kosovë e pavarur dhe demokratike, inkuadruar në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike, në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vullneti dhe do ta qetësoj popullin kjo pjesë e Evropës dhe botës. Është vullneti i gjithë qytetarëve të saj pra. Të nderuar pjesëmarrës, figura e presidentit Rugova kërkon mbrojtje të vazhdueshme publike, jo si kult personaliteti, por si vlerësim i drejtë historik dhe etik për rolin e tij themelor në ndërtimin e rezistencës paqësore, të subjektivitetit politik të Kosovës dhe të kulturës së dialogut politik. Kjo mbrojtje nënkupton ndalimin e keqpërdorimeve të veprës dhe emrit të tij për përfitime të ngushta politike apo personale që zhveshin trashëgiminë e Rugovës nga dimensioni i saj shtetformues nacional dhe human. Vlerësimi i merituar i figurës së tij duhet të mbështetet në vlerësim të plot, kritik dhe të ndershëm të veprës së tij, jo të instrumentalizimeve momentale. Ky parim duhet vlejë njësoj edhe për personalitetet e tjera historike të Kosovës, respektim, studim dhe mbrojtje nga banalizmi politik, në mënyrë që kujtesa kolektive të mos shndrohet në mjet manipulimi, por në themel të kulturës demokratike dhe përgjegjësisë publike. Vizioni dhe filozofia politike shtetërore e president Rugova ishin dhe mbeten përherë frymëzuese për ndërtimin e paqes, të tolerancës, të shoqërisë së lidhe demokratike, të shtetit të së drejtës, pa dhunë dhe autoritarizëm, pa korrupsion dhe kriminalitet.
po kështu edhe për ndërtimin e shoqërie moderne me sistem të avancuar arsimor, shëndetësor dhe kulturor, pastaj në ndërtimin e shtetit modern me ndarje të qartë pushteteve, me respekt për dijen dhe për mbi të gjitha, me respekt për të drejtën e qytetarit për qenë i lirë të zgjedhë dhe të zgjidhet. Vepra dhe personaliteti i presidentit Rugova do të na japë për herë frymëzim për të dashur dhe për të punuar për popullin dhe shtetin tonë. Lavdi e përhershme kujtimit presidentit tonë historik doktor Ibrahim Rugova. Falë na Zot urtinë e tij. Ju faleminderit. Faleminderit, President Sejdiu. Tani ftoj për një fjalë rasti mikun dhe bashkëpunëtorin e afërt të presidentit Ibrahim Rugova, zotrin Adnan Merovci. Do të provoj të lexoj shpejt që të jem i shkurt, sepse edhe presidenti thonte në takim me të ujtë, nëse për 5 minuta nuk i thua ato që ka mendon, pjesa tjetër ishte e padobishme. Mos gabonit mendoni se Rugova ishte njeri i butë. Jo, ai kishte një qasje shumë agresive kundër skeqes dhe të padrejtës. Dietari kishte rrezatim profetik në moment të rëmbente, fliste pak, fliste shkurt, fliste thjesht, sakt, kuptueshëm dhe shumë thellë. E nderuara familje Rugova në krye me zonën e parë historike Fan Rugova. E nderuar presidente e Kosovës, këllësia juaj zonja Vjosa Osmani, i nderuar president Sejdiu, të nderuar të pranishëm. Doktori i fjalëve, siç e quante ai veten, kishte një emër domethënës, Ibrahim, ose Brahim, siç e quante nëna e tij, Lokja e Madhe Sofa, dhe një mbiemër për lakmi, Rugova. Sa mirë tingëllonte ky emër dhe ky mbiemër kur shqiptohej nga të huajt në Paris, Bruxelles, Bonn, Oslo, Rom, Vatikan, Lisbon, Madrid, Bern, Sofje, Shkup, Beograd, Ankara, Zagreb, Ljubljana e tjera. Ai ishte i vetëdijshëm që me misionin e tij prej prisi politik të Kosovës, duke luftuar për lirinë e tjerëve, ja paticionuar lirinë vetvetes. Nuk mbahet mbend që dietari Rugova të ketë komentuar as me një shkrojnë kritikat e ardhura nga të tjerët, edhe ato dashakeqëse. Fliste për dardha turshi, darkën e lamës, karrocën e lire, akulloret me tomull, mollit e ujit, qenin e sharit e shumë margaritar tjerë, me të cilët shpesh kritika ironizante, duke i thënë se po merret me gjëra utopike dhe të randit të dytë. Në prezencën e tij kur nuk ka lejuar të flitet keq për të huajt dhe për qeveritë e tyre. Rugova, ai i qeti, i urti dhe i buti, reagonte pa pardon duke mos lejuar tema të tilla. Thonte se nuk na takon të flasim keq për Amerikën dhe Evropën. Amerikani për Amerikë ose Evropiani për Evropë mund të flasë dhe të kritikoj. Por neve nuk na takon në asnjë mënyrë. I kemi miq dhe kemi nevojë për ta. Në takimet me të huajt fliste për plantacionet e rrushit në Ravec, mineralet e shumta të Kosovës dhe kapacitetet burimore energjetike të thëngjillit. Dhe shpesh thonte Kosova mund të prodhojë energji elektrike për gjysmën e Evropës. Kur e përmendim bukën e Kallamajt, thonte le, mos ndjellni fukarallak. Brenda 24 orësh ka pi 20 kafe turke pa kajmak, që vetëm zonja Fan ja ka përgatitur si duhet. Pa t'i bërë një dhomë galeri me minerale që ai quante gur, kohëve të fundit i pata sjell me thas gur opali në copat mëdha, desja duke qeshur, kur e merrte një çekan dhe i coptonte gur të mëdhej duke i mbledhur pastaj grimcat e vogla, të cilat prodhoheshin nga goditjet e tilla dhe i vendosnin në dhomën e posaçme të gurve. Rugova ka dënuar fashizmin dhe nuk ka favorizuar sloganet antifashiste në dobi të partizanëve komunistë. Thonte Gjermanti kemi daj, duke vazhduar me moton Iliro Ariano.
Rugova ka pas një pamje të veçantë, ka qenë vital dhe ka pasur trup proporcional, ka ecur shpejt me hapat mëdhej, hapat të cilët unë nuk munda kur t'i arrija. Për ta kuptuar më vonë se Rugova ishte çdo herë një hap para të tjerëve. Mendoj se edhe sot, me shumë kohë në të ardhmen, hapi i Rugovës do të jetë larg hapave tonë të shpeshtë. Motoja jonë prore duhet të jetë në hap me Rugovën. Kryetari ka bartur flok të gjata dhe jo fort të paluara. Kur i thosha se duhet t'i kre, më thonë të le Adnan, le se shqiptar duhet me pas kryetarin e Gaxharelt. Rugova ka kërkuar dhe ka punuar për liri, pavarësi dhe demokraci të Kosovës, me një ndërmjetësim ndërkombëtar si fazë kalimtare. Protektorati i përkohshëm ka kërkuar NATO në administratën ndërkombëtare. Ai për herë të parë ndërtimin e rrugës Kombit e përmendi vitin 1993 dhe e çunte rruga Prishtinë-Prizren-Lezhë. Krejt parashikimet e tij po i shijojmë ne sot, parashikime këto që për shumë kënd ishin të parritshme. Në kohën kur ai për herë të parë i thonte dhe me një ritëm të urtë dhe të kuptueshëm i përstërriste në publik. Çdo herë njerëzve u drejtohej në emër, i ka ditur dallimet ideologjike, partijake dhe politike që i kanë pasur njerëzit, e ka caktuar dhe pas bisedës që kishte me ta, ndryshonte çdo gjë. Pas takimeve të tilla njerëzit thonin se kanë pasur krejt bindje tjetër për Rugovën. Shumica Ibrahim Rugovën e quajnë udhëheq, kryetar, pris, lider, architekt i pavarësisë, atë themeltar e tjera. Mendoj se Rugova ka qenë edhe diçka tjetër. Ai ka tejkaluar për masat e atributeve të tilla. Rugova ka qenë ideolog, filozof, dietar, udhëheqës shpirtëror, njeri profetik, shkurt shqip, ishte njeri i mbrim, siç thot populli. Rugova veçohet edhe me një fakt. Ishte i vetmi kryetar legjitim i zgjedhur me vota drejt për drejta në 10 vjet para luftës, i cili nuk kishte ushtri, polici, televizion, radio, shërbimet mirëfillta, liri, lëvizje e tjera, por ishte lideri më i popularizuar dhe më i qëndrueshëm që mban mend historia. Shpesh thonte unë kam Zotin dhe popullin që më beson dhe më përkrah. Me kalimin e kohës ne do ta kuptojmë Rugovën, ose do të kuptojmë si nuk e kemi kuptuar më parë, si që thonte shkrimtari i madh me një rast Dritro Agolli. Sot shpesh dëgjohen nga njerëz të ndryshëm fraza dhe fjalë si rugovizëm, me duket e shpejtuar bindja e tyre se ata kanë kuptuar domethënien e kësaj filozofie. Vlerësoj se zbërthimi i plot i thënieve të Rugovës definon deri diku rugovizmin. Dietari ka qenë tradicionalist, ka përdor fjalë vjetra të popullit, çdo herë thonte ashtu siç thonin pleqt ton. Ja disa thënie të shkurta që i dëgjova me vesh nga goja e tij. Unë jam optimist racional. Jemi popull i vogël dhe lisa duhet t'i bëjmë për vete. Jetën, punën dhe veprën ja besoj Zotit dhe popullit. Unë nuk punoj për histori. Kur ke gabuar në monizëm të kam vrarë tjerët, kur gabon demokraci vetvritesh. Organizimi është forca jonë, shpirti ynë, mundësia jonë. Sot politika është punë, është veprim, është aksion. Unë isha shkrimtar, letrar, kritik dhe bëja pjesë në grupin e njerëzve që krijojnë. Tani jam në politik dhe me krijim kam kaluar në veprim. Doktor Rugova ishte njeri me moral dhe forcë shëndetësore që kur nuk e kisha takuar më parë. Asnjëherë nuk është ankuar se i dham kund. Ka qenë më i qëndrueshmi shëndetësisht nga të gjithë ne që ishim afër. Fjala Rugovës drejtuar publikut për smundjen e tij është një ndër aktet heroike, morale dhe njerëzore të një burshtetasi. Kjo i tejkalon suazat personale. Ky veprim i tij është njohje e Zotit dhe respekt për popullin e Kosovës. Me këtë gest dietari Rugova ka treguar trimërinë dhe urtësinë e tij prej një eruditi. Kryetari ndroi jetë para 20 vitesh më 21 janar 2006. Ceremonia martore ishte më së paku një varrim. Ishte kjo një ngjarje rrallë në Evropën moderne, shumë burgshtetas nga mbar bota do t'ja kishin zili Rugovës për një ceremoni të tillë. Secili do ta dëshironte që një ngjarje e përafërt me këtë t'i përcjellte ata. Ceremonia dhe prania e një numri marramendës të burgshtetasëve të huaj në varrimin e tij ka 2 shpjegime. E para, me prezencën e tyre, ata shprehnin respektin dhe ndjenjen falëndëruese për Rugovën, dhe e dyta, me prezencën e tyre donin të shfaqsoheshin nga vonesa e pranimit formal të pavarësisë,
të Kosovës për të cilën Rugova cilësoi si më i merituari. Nëse u vonuan politikisht, ata donin të zinin atë që ka mbetur për të zënë, e ajo ishte pastrimi ndërgjegjës për një obligim që kishin ndaj Rugovës, e ajo ishte njoja formale pavarësisë të Kosovës, të cilën ai nuk e përjetoi përsëgjalli. Kjo konfirmohet fort edhe me vizitat e mëvonshme të liderëve të mëdhenj në botë, si Bill Clinton, Tony Blair, Joe Biden, Javier Solana, Madeleine Albright e të tjerë, të cilët me vlerësimin e tyre për Rugovën u prezantonin shqiptarëve faktin se kush kishte qenë lideri i tyre. Të nderuar të pranishëm, ta duash Rugovën nuk është çështja, ta njohësh atë është esenca. Në fund them se dekadën para çlirimit të Kosovës dhe në këtë periudhë, as me shkrim, as me gojë nuk mbahet mend që ndonjë institucion zyrtar i huaj të ketë përkrah pavarësinë e Kosovës, përveç Shqipërisë me një rezolut në kuvendin e saj për njohjen e Republikës Kosovës. As në takimin e fundit me presidentin Clinton vitin 98 nuk është dhënë ndonjë përkrahje eksplicite për pavarësinë e Kosovës. Me këtë rast, në dalje nga shtëpia e bardhë kur gazetari e pyet për përkrahjen e munguar për pavarësinë e Kosovës, nga ky takim dietari me elekuencë përgjigjet. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëkuptim për pavarësinë e Kosovës. Ishte kjo një përgjigje epike për kohën. Në këtë kohë ishte Rugova, Kosova dhe të gjithë kundër tij. Ai ishte i vetmi i cili punoi dhe i besoi des pavarësisë. A nuk mjafton vetëm ky fakt që ai të quhet babai i pavarësisë? Rugova kaloi kohën e tij dhe ai bëri dhe la atë që duhet të bënte. Nganjëherë them se më mirë ndoshta qëndroi jetë dhe mori Zoti më herët. Kam frikë që nuk do të kishim ditur ta çmonim vlerën e tij dhe të zbeheshim para historisë. Krejt në fund, do t'ju rrëfej një ndjenjë time personale. Kur isha afër dietarit Rugova, më dukej se po e preku qiellin me dorë. Pushon në dritën e parajsës dietari ynë qiellori Ibrahim Rugova. Faleminderit. Ju faleminderit për fjalët dhe kujtimet e çmuara. Tani teksa i afrohemi mbylljes, ju ftoj sërish në skenë Korin Muza për interpretimin e këngës Unë biri yt Kosovë.
të heshtuna, errat e tua të fjetura ndërshe e kuj, unë biri yt Kosov ti një gëzimet, ti një gëzimet vuajtje. Ti një lindjet e bardha e ëndrat e tua, ti një lindjet e bardha, unë biri yt Kosov, ti një lindja tjetër të një Kosov. Unë biri yt Kosov, ta di qakun që të plonë gji, kur dallën e të vet, do shpërthej si vulkan. Unë biri yt Kosov, ta di qakun që të plonë gji, kur dallën e të vet, do shpërthej si vulkan. Unë biri yt Kosov, ti një dëshirat e heshtuna, errat e tua të fjetura ndërshe kuj, unë biri yt Kosov, ti një gëzimet, ti një gëzimet vuajtje. Ti një lindjet e bardha e ëndrat e tua, ti një lindjet e bardha, unë biri yt më mirë se kushdo tjetër të një Kosov. Unë biri yt Kosov, ta di qakun që të plonë gji, kur dallën e të vet, do shpërthej si vulkan. Unë biri yt Kosov, ta di qakun që të plonë gji, kur dallën e të vet, do shpërthej si vulkan. Të nderuar të pranishëm, ju ftoj të merrni pjesë në ekspozitën fotografike të organizuar nga fotografi Bleri Muka me mbështetjen e zyrës të presidentës së Republikës së Kosovës, e cila sjell momente të veçanta nga lamtumira e fundit e presidentit Ibrahim Rugova me popullin. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe respektin e treguar në këtë ditë përkujtimore, lavdi jetës dhe veprës së presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova.